Miqtë e mi, përshëndetje. Në këtë situatë të pazakont jam në makinë në këtë moment, por do ndaja me ju një shqetësim që sapo më erdhi një lajm. Uroj që mos jetë i vërtet, por me sa duket ajo e Zvernesit është vetëm maja e icebergut, pasi mund të ketë gjëra tjera që akoma na i fshehin dhe nuk na i tregojnë. Më erdhi një lajm që duhet verifikuar sigurisht, por sipas këtij lajmi, zona e Shqipërisë bregdetare, Pishporo, Ndërnënas dhe Darzez, dhe ato janë të shitura, nuk dihet akoma ku dhe nga kush është bler. Por me këtë ritëm ka mundësi që të hapet një kuti Pandore, pra që të kemi ndjesinë që dhe në qytetet tona ku jetojmë, të jetojmë në një tokë që është e shitur. Pra ky është rreziku më i madh sot për kombin ton. Unë e them me bindet plot që mas 1913-s është momenti më i vështirë që po kalon kombi jon në këtë situatë që është krijuar. Nga njerëz krejtësisht pa përgjegjshëm dhe të papërshtatshëm për të udhëhequr dhe për të drejtuar Shqipërinë. Edhe kjo është një klasë e tillë politike që është prej 35 viteve që ndajnë aferat, ndajnë trojet e shqiptarëve dhe bëjnë si ta zhvasin kombin deri në pikën ku ai mos ketë më as truallin që kanë në këmbë të tij. Dhe ky është rreziku më i madh. Por do bëj një apel për ju të gjithë. Ne vuajmë nga dy gjëra që janë shumë të rëndësishme dhe e kam thënë edhe herë tjera. Kemi memorinë e shkurtë. Harrojmë shpesh ato që na bëjnë keq, harrojmë shpesh ato që na bëjnë mirë. Ndaj duhet të kemi kujdes. Ato që na bëjnë keq ne kemi zgjedhur në mënyrë të përsëritur 35 vite. Dhe ky është një handicap i madh i joni, nuk duhet të gabojmë sërish. Dhe e dyta, mos harrojmë miqtë tan, ato që na kanë bërë mirë. Kam parë dhe kam vëzhguar që ka një tendencë për të depistuar, për të ndryshuar karakterin e demonstratave që po bën kudo, protestat që po bën kudo, në botë dhe në Tiranë. Kujdes, ne kemi nga historia, ju a them me kompetencë të plot, ne kemi shpëtuar nga historia vetëm në saj të 4 gjërave. E para, memoria e herojt ton Gjergj Kastriotit Skenderbeut, që bëri Evropën që t'i vej gishtin kokës kur donin të na zhduknin nga harta e dheut në vitin 1913. Pra, emri i tij, imazhi i tij, ajo që kishte bërë na ka shpëtuar. E para, e dyta, një shtet mik, një popull mik si Austria, mos ta harrojmë kurrë. E treta, një shtet mik, një shtet dhe një popull mik si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe mos ta harrojmë kurrë dhe këtë. Dhe e katërta, një shtet dhe një popull mik si Italia, ku kanë xhirin e saj arbreshët tanë dhe janë të përzier me gjakun ton. Pra, mos harroni këto. Kujdes, mbani larg ato që duan të fusin nga të rreth në këto drejtime. Ju përqafoj fort, ju dua shumë, vazhdoni, protestoni, sepse ka ardhur momenti që Shqipëria duhet ndryshoj. Dhe kjo ndryshon në saj të rinisë. E ardhmja është e rinisë, e ardhmja është e shqiptarëve, është shekulli i shqiptarëve, troj Shqipëria.